Akti normativ në fakt që po sjellim sot përpara jush për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 115 fraksion 2024 për buxhetin e vitit 2025 të ndryshuar, i miratuar tashmë nga Këshilli i Ministrave, sjell për diskutim dhe miratim është hartuar si domosdoshmëri për të reflektuar disa ndryshime në buxhetin e vitit 2025. Ky akt plotëson të gjitha kriteret kryesore, siç është nevoja dhe urgjenca, përkohshmëria e zbatimit, respektimi i kufive të fuqisë ligjore, si dhe domosdoshmërinë e miratimit nga kuvendi. Për këtë qëllim, akti normativ adresoi në mënyrë të menjëhershme nevojën e mbështetjes ndaj shtetasve më në nevojë të shoqërisë, siç janë familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike, personat me aftësi të kufizuar, si dhe kujdestarët e tyre, si dhe paralelisht me këtë kemi garantuar edhe fondet e nevojshme për të mbështetur skemën e pensioneve. Nëpërmjet këtij akti normativ, ne synojmë transferimin e të gjitha fondeve të papërdorura gjatë vitit 2025 nga ministrit apo nga institucionet buxhetore në llogarinë e mbështetjes së pensionistëve pranë Bankës së Shqipërisë dhe që do të përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave. Gjithashtu nëpërmjet këtij akti normativ ne synojmë mbështetjen e shtresave në nevojë, siç përmenda pak dhe më lart, si dhe rialokimin e kursimeve të evidentuara gjatë periudhës janar-nëntor 2025 drejt programeve me performancë më të lartë. Njëkohësisht, ne kryejmë edhe një shpërndarje të brendshme të fondeve me efekt neutral në deficitin buxhetor në funksion të rritjes së efikasitetit dhe përmirësimit të zbatimit të projekteve. Të nderuar anëtarë, përpara se sa të vijoj me elementët kryesor të këtij akti, më lejoni të bëj një paraqitje të treguesve kryesor makroekonomik dhe fiskal për të kuptuar më qartë edhe bazën nga e cila jemi nisur për të bërë ndryshimet që po propozojmë. Produkti brendshëm bruto në vitin 2024 u rrit me rreth 4%, ndërsa gjatë 9 mujorit të parë të vitit 2025 rritja ishte 3.7%, duke u mbështetur kryesisht nga kërkesa e brendshme, konsumi dhe investimet. Ne parashikojmë që për vitin 2025 rritja ekonomike të jetë në masën 3.9%. Sa i takon borxhit publik, sipas vlerësimeve dhe parashikimeve tona, ai pritet të rezultojë nën masën 54% të produktit të brendshëm bruto në fund të vitit 2025, duke regjistruar kështu dhe nivelin më të ulët të borxhit që nga viti 2010. Huamarrja neto dhe shpenzimet e parashikuara për interesat nuk kanë pësuar ndryshime nga rishikimi më i fundit që i bëm këtij buxheti. Për sa i takon të ardhurave nga tatimet dhe doganat, sipas të dhënave paraprake, për vitin 2025 u realizuan në masën 496 miliard lek, me një rritje prej rreth 39 miliard lek më shumë se viti 2024. Pra, me rreth 400 milion euro më shumë se sa viti 2024 janë të ardhurat e realizuara nga tatimet dhe doganat. Për sa i përket realizimit të planit vjetor, realizimi ishte në masën 99.3%. Të ardhurat nga kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2025 u realizuan në masën 172 miliard lek, me një rritje prej 16.7 miliard lekësh, ose rreth 170 milion euro më shumë, krahasuar me vitin 2024, apo me një rritje dyshifrore prej 11%. Në krahasim me planin e periudhës, kemi një tejkalim të planit me rreth 711 milion lek. Në total, të ardhurat nga tatimet, doganat dhe nga kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, sipas të dhënave paraprake, janë në vlerën 668 miliard lek, ose rreth 55.8 miliard lek më shumë të ardhurat të arktuara në krahasim me vitin 2024. Pra janë rreth 560 milion euro më shumë të ardhurat të arktuara në krahasim me vitin 2024. E parë në planin e vjetor, masa e realizimit ishte në masën 99.6%. Janë pra pikërisht këta tregues që pasqyrojnë stabilitetin e financave publike dhe përforcojnë besueshmërinë ndaj politikave tona fiskale, duke na lejuar që të bëjmë ndërhyrje të kujdesshme dhe me përgjegjësi për të optimizuar përdorimin e fondeve publike. Ndaj në këtë kontekst,
me anë të këtij akti normativ, ne synojmë mbajtjen të pandryshuar të totalit të ardhurave buxhetore, një rishpërndarje prej rreth 30 miliard lekë të kursimeve të evidentuara për realizimin sa më të plot të shpenzimeve publike në nivel vjetor, si dhe ruajtjen e pandryshuar të deficitit buxhetor për vitin 2025 në nivelin e planifikuar prej 61.6 miliard lekësh. Në krahun e shpenzimeve, nënvizojmë se totali i tyre nuk pson asnjë ndryshim, duke reflektuar vetëm rialokime midis zërave buxhetor, pra efekti është neutral. Në zërin e shpenzimeve korrente, ndër alokimet më kryesore mund të veçojmë mbështetjen financiare të disa kategorive, pra kategorive vulnerabël, duke i mbështetur ata me bonusin e fundvitit në masën 15.000 lekë apo 150 euro, ku përfituesi janë rreth 148.500 individ, që janë pjesë e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike, si dhe personat me aftësi të kufizuar, përfshirë dhe kujdestarët e tyre, me një efekt total për buxhetin e shtetit në masën 2.23 miliard lekë. Sipas të dhënave që disponojmë, bonusi pra për këto familje dhe për personat me aftësi të kufizuar ka një realizim deri sot që flasim në masën 98.3% për sa i përket familjeve që mbështeten me ndihmë ekonomike dhe 99.5% për personat me aftësi të kufizuar, duke nënvizuar se ende pritet që të kryen pagesat deri në fund të këtij muaji. Gjithashtu nëpërmjet këtij akti normativ, ne parashikojmë për transferimin e gjitha fondeve të papërdorura, siç thash edhe pak më parë, nga ministritë apo nga institucionet buxhetore, fonde të cilat pastaj do të kalojnë pranë llogarisë së posaçme, pranë Bankës së Shqipërisë, për skemën e pensioneve, fonde të cilat pastaj më tej do të përdoren me vendim të Këshillit të Ministrave, duke mbështetur politikat e qeverisë për skemën e re të pensioneve. Nga një vlerësim paraprak që ka bërë Ministria e Financave, shuma që ne minimalisht parashikojmë që do të jenë të papërdorshme, pra shuma minimale që ne parashikojmë që do të jetë e papërdorshme dhe që do të kalojnë në llogarinë e Bankës së Shqipërisë, është minimalisht 150 milion euro. Për sa i përket aktit normativ, gjithashtu nëpërmjet këtij akti normativ, ne kryejmë edhe një financim shtesë për fermerët në masën 2 miliard lekë, me qëllim mbulimin e të gjitha kërkesave të aplikantëve të skemës që plotësojnë kriteret e përfitimit për masat e mbështetjes për vitin 2025. Në total, fondi alokuar për vitin 2025, nga të cilët fermerët kanë përfituar drejt për drejt, shkon në masën 6.4 miliard lekë, pra është hera e parë që shkon kjo mbështetje për fermerët, krahasuar me 5.3 miliard lekë që ishte mbështetja në vitin 2024. Sipas dhënave që disponojmë, realizimi i këtij fondi deri më sot është në masën 90% për skemat mbështetëse dhe 93% për kompensimin e naftës. Mund të konfirmojmë se pagesat janë ende duke u kryer nga Drejtoria e Thesarit dhe pritshmëritë janë që realizimi i kësaj mbështetje të shkojë deri në masën 100% deri në fund të janarit. Gjithashtu, nëpërmjet aktit normativ kemi alokuar për Ministrinë e Shëndetësisë